Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet duke marrë të pandehur dy ish prokurorët e Sarandës, Kledian Llaho e Çlirim Shahini, si dhe biznesmenin Vasil Bakalli për korrupsion e ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Ish prokurorët dyshohet se u përfshin në një aferë korrupsioni për zbutjen e masës së sigurimit ndaj shtetasit Pando Papuçi, i cili ishte shpallur në kërkim për ndërtim pa leje. Ky fundit pasi arriti të shmangej drejtësisë për 2 vite, u arrestua dhe doli para gjykatës për vlerësimin e masës, e cila u gjykua dhe u ndryshua brenda një ore nga gjyqtarja Edona Vajushi me kërkesë të prokurorisë, por nga ana tjetër SPAK nuk gjeti asnjë provë kundër gjyqtarës gjatë hetimeve. Ndërkohë, gjykata e apelit ka konkluduar se Pando Papuçi nuk kishte konsumuar vepër penale, duke rrëzuar në thelb pretendimet mbi të cilat ishte ngritur çështja ndaj tij. Kledian Llaho, sipas prokurores Manjola Kajana, dyshohet se ka marrë 30.000 euro nga miku i tij biznesmeni Vasil Bakalli. Ky i fundit provohet se vlerat monetare i ka marrë në shtetin grek, ndërsa prokurori i Papuçit, Çlirim Shahini, provohet se ka marrë 25.000 euro në këmbim që t'i kërkonte gjykatës masën detyrim paraqitje, ndërsa në total dyshohet se janë paguar 55.000 euro për një masë sigurimi. Kujtojmë se me 8 gusht të këtij viti Kolegji i Posaçëm i apelimit vlerësoi se prokurori i Sarandës Kledian Llaho kishte kryer deklarime kontradiktore, të pasakta dhe të pamjaftueshme për pasurinë, kishte mangësi profesionale dhe që kishte vënë funksionin në përfitim të interesave personale, duke vendosur shkarkimin e tij përfundimisht nga detyra.